Kjo kohë ka veçoritë e saj, karakteristikat me të cilat dallohet prej çdo gjëje tjetër. Së pari, koha është më e vlefshme për ty se gjithçka tjetër. Koha është gjëja më e çmuar për ty nga gjithçka tjetër, është më e çmuar se vetë pasuria, sepse pasuria dhe nëse humbet dhe shkon, mund të kthehet, mund të zëvendësohet, ndërsa koha e shkuar nuk mund të kthehet dhe zëvendësohet. Së dyti, koha shkon shpejt, jeta shkon shpejt. Ashtu sikur se ka shkuar pjesa e parë me jetës tënde, do të shkojë dhe pjesa e mbetur e saj. Do të shkojë shumë shpejt. Dhe veçoria e tretë, me të cilën karakterizohet kjo kohë është, në qoftë se ajo shkon, nuk mund të kthehet përsëri deri në ditën e gjykimit. Koha nuk ka kthim. Për këtë arsye dhe ndoshta këtu qëndron sekreti i betimit të Allahut subhanahu wa ta'ala në surën Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Pasha kohën të gjithë njerëzit janë në humbje. Sepse vërtet këtu dallohen njerëzit në perceptimin që kanë për kohën, për shfrytëzimin e saj. Ata cilët e kuptuan vlerën e kohës, çmimin e madh të saj që nuk ka çmim koha, e shfrytëzuan në vepra të mira me besim, ata janë të shpëtuarit që kanë fituar kënaqësinë e madhe të Zotit subhanahu wa ta'ala.